mund të... Ka shumicën parlamentare në momentin që konstituohet kuvendi, sepse nuk konsiderohet i konstituuar pa kryetar në kuvend. Po pikrisht, këtë po e them, do thot, ndoshta në këtë rast, pasi që veç po diskutohet edhe pozita e presidentit, atëherë nëse veç diskutohet pse jo t'i për tek e fundit edhe LDK-sa e opozit, dhe të i kalohet këngërës dhe të kemi një stabilitet institucional më në fund në vendin tonë. Kështu që mendoj që të dyja palët kanë përgjithësi që eventualisht të arrijë një marrëveshje mirëkuptimi, që të ketë ndarje të pushteteve, për fat keq nuk kemi dëgjuar asgjë në publik rreth bisedave eventuale nëse ka pas diçka programore, nuk dim asgjë se cili do të jetë programi i qeverisës, cili do të jetë ose përputhja e programeve të dy partive që për mua është shumë e rëndësishme se sa ndarja e pozitave. Mirë për fat keq në skenën tonë politike gjithmonë prioriteti është dhënë pozitave individuale të individëve brenda partive politike, jo detyrimisht programeve qeverisë. Shumë kush zotëri Alie, po e sheh këtë si një frikë të Lidhjes Demokratike të Kosovës.